Sikur nuk duan të punojnë me fëmijë të tillë. Me fëmijë të cilët janë nga familje të deprivuara. Çdo mësimdhënës nga të gjitha ciklat obligativisht ka patur të kyçet në trajnimet për zhvillimin e kompetencave për çështjen e arsimit gjithëpërfshirës. Si të veprohet me nxënësit, do thotë që kanë kërkesa më ndryshe, me aftësi ndryshe janë, si të veprojnë me ekipet inkluzive shkollore, ekipet inkluzive të nxënësit e kështu me radhë, si të jetë bashkëpunimi me asistentët arsimor dhe asistentët individual edukative kështu me radhë. Mirë po, për fat të keq, kur shikojnë raste të tilla, për fat të keq, iket, nuk i donë, sikur nuk duan të punojnë me fëmijë të tillë. Me fëmijë të cilët janë nga familje të deprivuara. Po secili do ta lehtësojë veten. Sepse nuk ka lindur mësimdhënës apo jo? Se mësimdhënës lindesh. Gjithmonë me nxënësit që i kanë nivelit të lartë, do të jetë më i shpërblyer. Jo, unë kam qenë në vizita në Angli bie fjala, ku një mësuese e tha këtë. Punonte me fëmijë ku kishte ngecje nga familje deprivuara, tha. Shumë jam i kënaqur, tha, fëmijën që e keni përpara, brenda një vitit, mësova që ky të shkruan, gjërat, do të thotë emrin, biemrin kështu me radhë, dhe të kryejnë operacione deri në 10. Ishte shumë e kënaqur, që të ne nuk e hasis atë. Ekzistojnë komisione të cilat do të thotë i hulumtojnë, analizojnë të dhënat në bashkëpunim me prindët e kështu me radhë, ku bien do të thotë ato bëhen në bazë të klasifikimit ndërkombëtar të funksionaliteteve. Ekziston do thotë një dokument që quhet klasifikimi ndërkombëtar i funksionaliteteve, që i bën analizat se cilat mangësi i ka një fëmijë. Pikërisht në konform atyre mangësive ku i jepen pastaj me anë të shifrave, që pikërisht mos e dinë ndonjëherë edhe mësimdhënësit diagnozën, se ne menjëherë e tregon diagnozën, ky ka diagnozë, pika e disha diagnozë. Diagnozën dihet kush e din, komisionet e din të cilët janë profesionale për atë. Do thot pikërisht këto paragjykime ekzistojnë, edhe gjithmonë do thot mundohet se me atë fëmijë do punojsh po një program që e ke me krejt nxënësit jo. Pikërisht për atë është plani individual arsimor, ku secili mësimdhënës, ku ka fëmijë të tillë, ekziston ekipi do thot individual për punë individuale me nxënësit, ku bën pjesë një bashkëpunëtor profesional, mësimdhënësi, edhe edukatori special reabilituesi ose nëse ka asistent arsimor. Dhe në bashkëpunim përgatitin planin individual arsimor, i cili nëse nuk sjell themi suksese brenda vitit, ai modifikohet, bëhet i diferencuar, diçka i modifikuar program, i cili bëhet pak më ndryshe me aktivitete që të vërehet për parimi se sa punë.